Është prishur konkursi për përzgjedhjen e drejtorit të ri të Agjencisë për Komunikime Elektronike. Siç mëson Televizioni 21, komisioni i formuar për të shqyrtuar kandidaturat nuk ka arritur në një ujdi për drejtuesin e ri të këtij trupi rregullues, e si pasojë është anuluar i gjithë konkursi. Kjo vjen pasi në 2 javët e fundit ka pasur plot zëra për ndërhyrje politike në këtë proces, gjë që bëri që përzgjedhja të shtyhej për disa ditë. Nga Vlen për Televizionin 21 thonë se ka pasur disa parregullsi në realizimin e procedurave dhe më shumë gjasa, ky konkurs mund të përsëritet. Sipas informacioneve që i kemi, me shumë gjasa ky konkurs mund të përsëritet sepse ka pasur disa parregullsi në realizimin e procedurave të konkursit në mënyrë që të evitohen në konkursin e ardhshëm. Me rëndësi është që kjo drejtori të ketë një drejtues që të mund të përfaqësojë në mënyrën më të mirë një institucion që është i rëndësishëm jo vetëm për neve si shtet, por edhe për institucionet e këtij tipi të Bashkimit Evropian. Nga ajo që ka raportuar Televizioni 21 më herët, mund të theksohet se zgjedhja e drejtorit të AKS u shndrua në mollë sherrri brenda antarëve të ASH-s që janë pjesë e Vlenit. Megjithatë, zëdhënësi i koalicionit Albrim Hoxha ka mohuar se brenda ASH-s ka ndonjë përplasje për poste. Sipas kushteve të shpalljes, kandidatët duhet të kenë të paktën 5 vite përvojë në fushën e komunikimeve elektronike dhe të posedojnë certifikata ndërkombëtare të gjuhës angleze, kriter që synon të sigurojë profesionalizëm në udhëheqjen e këtij institucioni rregullator kyç.